Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina kanë rënë dakord për një armëpushim 30 ditor të luftës me Rusinë pas 9 orë bisedimesh në Xhedah të Arabisë Saudite. Ukraina ka shprehur gatishmërinë që të pranojë propozimin e Shteteve të Bashkuara për të zbatuar menjëherë një armëpushim të përkohshëm 30 ditor, i cili mund të zgjatet me pëlqimin e ndërsjellë të palëve me kurrë që të pranohet edhe të zbatohet njëkohësisht nga Federata Ruse. SBA do t'i përcjellin në Rusi se reciprociteti nga ana e saj është çelësi për arritjen e paqes, thuhet në deklaratën e publikuar nga presidenca ukrainase. Shtetet e Bashkuara ndërkaq shoqën menjëherë masën për pezullimin e shkëmbimit të informacioneve të zbulimit me Ukrainën, si dhe do të rifillojnë ndihmën ushtarake pas pezullimit si pasojë e debatit të ashpër mes presidentit Trump dhe udhëheqësit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në shtëpinë e bardhë muajin e kaluar. Pas takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe këshilltari për siguri kombëtare Mike Waltz thanë para gazetarëve se Kievi ka ndërmarrë hapa konkret pozitiv drejt paqes. Ata thanë se topi tani është në anën e Rusisë. Dy zyrtarët e lartë amerikanë thanë se propozimi për armëpushim do t'i dërgohet zyrtarëve rusë. Ukraina është pajtuar që të ndalojë luftimin dhe të fillojë bisedimet dhe shpresojmë të njëjtën gjë ta bëjë edhe Moska, tha sekretari amerikan Rubio duke përmendur qëllimin e presidentit Trump për të dhënë fund luftës 3 vjeçare me Ukrainën sa më shpejt që të jetë e mundur. Megjithatë, dy zyrtarët amerikanë nuk përmendën një afat kohor se deri kur do të presin një përgjigje nga pala ruse. Palët gjithashtu kanë rënë dakord të përfundojnë marrëveshjen për qasjen amerikane tek mineralet e rralla ukrainase, por ajo nuk u nënshkrua pas zhvillimit të bisedimeve të së martës. Sekretari Rubio tha se tani me këtë marrëveshje do të merren përfaqësuesit e dy presidentëve dhe se ajo nuk ishte çështja kryesore e takimit. Pas bisedimeve, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski tha se armëpushimi ishte një propozim pozitiv që mbulon vijën e frontit në konflikt jo vetëm luftimet nga ajri dhe deti, duke shtuar se të dyja vendet do të punojnë për të finalizuar marrëveshjen për mineralet. Nga ana e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të bisedojë me homologën rus Vladimir Putin këtë javë dhe se dëshiron që lufta në Ukrainë të mbarojë shpejt. Gjithashtu Trump tha se do të ftonte sërish presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski në shtëpinë e bardhë. Presidenti Donald Trump dyfishoi të martën tarifën për të gjitha produktet e çelikut dhe aluminit që hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga Kanadaja, duke e quar totalin në 50%. Vendimi vjen si përgjigje ndaj qëndrimit të provincës së Ontarios, që vendosi një tarifë 25% për energjinë elektrike që eksportohet në SBA. Në një postim në Truth Social, presidenti Trump shkruante se ka udhëzuar sekretarin e tregtisë që të vendosë një tarifë shtesë prej 25% që do të hyjë në fuqi të mërkurën në mëngjes. Kanadaja duhet të heqë menjëherë tarifën e saj anti-amerikane për fermerët prej 250 deri në 390% për produkte të ndryshme amerikane të qumshtit, që është konsideruar prej kohësh si skandaloze. Së shpejti do të shpallë një emergjencë kombëtare për energjinë elektrike brenda zonës së kërcënuar, shkruan Trump. Presidenti tha gjithashtu se do të rrisë ndjeshëm tarifat për makinat që hyjnë në Shtetet e Bashkuara më 2 prill, nëse Kanadaja nuk ul tarifat e tjera skandaloze, siç i quajti ai, të vendosura prej kohësh. Ish presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte u arrestua me urdhër të gjykatës ndërkombëtare penale, e cila akuzon atë për krime kundër njerëzimit pas luftës vdekjeprurëse ndaj trafikantëve të drogës. 80 vjeçari u vendos në paraburgim mëngjesin e së martës pak pasi mbërriti në aeroportin Manila, pas një urdhër arresti të lëshuar nga Interpoli, tha zyra e presidentit Ferdinand Marcos Jr. në një deklaratë. Disa orë më vonë, një avion që mbante ish presidentin e Filipineve u ngrit nga Manila për të udhëtuar drejt Hagës. Në një video të postuar në Instagram nga vajza ish presidentit nga baza ajrore Villamar e Manilas, ish udhëheqësi vuri në dyshim arsye të arrestimit të tij. Cili është ligji dhe cili është krimi që kam kryer, pyet ai në video. Unë jam sjell këtu jo me vullnetin tim, është i dikujt tjetër. Duhet të përgjigjeni tani për heqjen e lirisë, shtoi ai. Duterte, ish kryetar bashkie dhe ish presidenti i tmerrshëm që udhëhoqi Filipinet nga viti 2016 deri në vitin 2022, u arrestua pak pasi mbërriti nga Hong Kongu.
Arrestimi i tij konsiderohet një hap i madh nga gjykata penale ndërkombëtare për rreth 30.000 vrasje, ndërsa autoritetet kanë pretenduar se shifra është rreth 6.000. Arrestimi i Dutertes vjen pas disa vitesh kur ai tallte gjykatën ndërkombëtare penale, nga e cila tërhoqi Filipinet në mënyrë të njëanshme nga traktati themelues në vitin 2019, ndërsa ajo filloi të shqyrtonte akuzat për vrasje sistematike pa gjyq. Grupet e të drejtave të njeriut pretendojnë se policia filipinase dhe vigjilentët në terren vranë të dyshuar të paarmatosur për drogë në një shkallë masive në urdhrin e Duterte, akuza që autoritetet i kanë mohuar.